Unë gjithi na dëfton haptas, e përmes fjalëve të Krishtit, na ban për me kuptu se pakjartësia është fryti mos njohjes. E sa herë që nuk e njohim mirë Krishtin, e nuk ja ndëgjojmë zanin e tij, një herë na duket i pakuptueshëm, një herë na duket i pakjartë, vetëm i mistershëm edhe kaq. Po kjo se ja ndëgjojmë zanin, kjo se ulim veshim e ndëgjojmë, kjo se bajmë pjesën e te, kjo se jena pjesë e tij, atëherë nuk mund mos me ndëgju zanin atij që është bari i mirë, mos me kuptu qëllimin që ka me ne, shërbimin ton, pështimin ton, forcën e të mirës. Krishti kuptohet vetëm atëherë kur jetohet dashnia në thellësi. Vetëm kur të njihesh i dashur në plotësinë e saj, e vetëm kur ta kuptosh dashnin, kemi mrit me kuptu kush është Krishti, e çka ka bërë për ty, për shërbimin tënd e për pështimin tënd.